Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sot do të flasim, ose do të flas për atë që tash ka zaptuar jo vetëm median shqiptare, por edhe ndërkombëtare. Siç e theksuam dhe radhës tjetër, është pak e çuditshme që një projekt i Zvërnecit të bëhet problem ndërkombëtar. Këtu sigurisht, po ta lexojmë në një mënyrë thjesht, është konflikti midis Europës SBA-s dhe Europës me Izraelin, me Netanyahun, pra lidhja e afërt dhe ngushtë që krijoi Rama me presidentin Trump dhe me Netanyahun, në një kohë që Europa është kundër këtyre dyve. Dhe në një kohë që qeveria shqiptare ka program hyrjen e saj në Europë dhe po punon për të qenë pjesë e Europës bashkuar, ku ne nuk dim si po rrjedhin situatat sot në botë, atë do të ekzistojë Europa bashkuar, goditjen e hëngri Edi Rama. Dhe tashmë është e qartë që në këtë mes janë gjermanët që po duan të rrëzojnë Edi Ramën dhe të krijojnë një qeveri të re, po me socialistët, dhe kanë afruar Elisa Spiropalin, ku tashmë dukshëm e ka bërë shkuarjen në Gjermani, sikur të jetë Tiranë Kamës. Por, a duhet besojmë ke një person si Elisa Spiropali, apo Spiropalet e tjerë, kur këta kanë qenë pjesë e këtij sistemi e korrupsionit, janë pasuru, janë ngritur në postet më të larta të shtetit, jo nëpërmjet kontributit, dhe nuk është vetëm Spiropali, janë gjithë, jo nëpërmjet kontributit tyre për të ndërtuar shtetin e së drejtës dhe demokracinë liberale, po nëpërmjet shërbimit të shërptorit për liderin. Dhe të gjithë e dim, Spiropali deri dje i thonte Skënderbe, sot im thot Hamza. Kemi po ashtu Malsoren. Kemi po ashtu tjerë zëra që po dalin tashmë kundra, dhe kjo është historia politike e shqiptarëve, kur e shohin që po të rrëshqet koma, të gjithë turën me të vush kelmin. Megjithatë, Edi Rama për gjitha këto nuk mund takoj asnjëri përveç vetes. Ai solli, ai ngriti, ai lejoi të bënin ç'të donin, dhe tashti ju kanë kthyer bumerang kur them ç'të donin edhe korrupsionin e lartë që është sot në një masë perceptimi të jashtëzakonshme, po sikur ta reduktojmë 10% është mjaft. Në anën tjetër kemi një opozitë që tashti po pret që të rimarr fuqinë, por duket që nuk ndes, është e pafuqishme, se kjo protest ka një të mirë, ka dy të mira në fakt. Një e mirë është që kjo shfaqi përfundimisht mosbesimin jo kundër Partisë Socialiste, por të gjithë klasës politike 35 vjeçare. Dhe a kanë të drejtë? Sigurisht, me gjithë ndryshimet, zhvillimet që janë bërë, kanë të drejtë, sepse korrupsioni dhe arroganca atyre që kanë bërë korrupsion dhe vanitoziteti që shfaqen, që e kemi theksuar shumë herë, në daljet e tyre, në luksin e tyre, me vilat e tyre, me lëvizjet e tyre,
duke hyrë në parlament, e kam thënë i herë, parlamenti është sikur hy të shofësh në pasarela, kush ka çantat në strita, nga opozita, nga ato që janë vete, apo edhe nga njerëz, si Sheu, apo dhe deputet opozitës, apo këta që kanë qenë me opozitën dhe u shkëputën tashti për çështjen Berisha. Në fakt nuk ishte çështja Berisha, se në fillim ishin këtej, pastaj dolën këtej, lëvizja tyre herë me bashkën, apo Erald Kapri, apo Adret Tiklapaj, apo Arlin Qori. Pra, të gjithë këta kanë qenë pjesë e kësaj loje politike, pavarësisht se thonë ne s'kemi pas postë, se s'kam qenë qeveri. Por, të gjithë këta kanë një pikpyetje në pasuritë e tyre. E gjithë godina e Shqupit ka folur dhe vazhdon flet për $400.000 që i dha Agron Shejaj për të bërë deputet. Dhe Agron Shejaj, vetëm me këtë fakt, vetëm me këtë perceptim që është kriju në publik, ai nuk duhet të jetë më në politik. Pra i pari është ai që duhet të japi dorëheqjen. Dhe Moskojt përplaset me kryeministrin e të vendit me adgju atje, sikur të ishte Aranit Çela. Pra, kemi Erald Kaprin pasaj që s'ja ka haberin fare, i drejtohet i Ramës sot, edhe Ramiz Alia e dorëzoi për 3 ditë pushtetin. Po jo more Erald Kapri se është një situatë, është kontekst tjetër historik, është situatë tjetër historike, dhe nuk kanë qenë 3 ditë more Erald Kapri. Po ato 3 ditë jemi këtë gjendje pikërisht për arsye të atyre 3 ditëve, ku inicue gjitha nga sigurimi i shtetit dhe nga komiteti qendror. Nuk flastu për studentët përgjithësi që dolën në revolt, po nuk ishin 3 ditë. Ishte 1 vit. Po edhe pse ke qenë i vogël, kur të hysh të bësh analiza, është mirë të lexosh. Është mirë të lexosh. Sepse ti falsifikon, ti dhe Agron Shejaj me gjithë, s'keni një tjetër, një revistë për persekutuar gjoja për gjithë, abuzoni dhe falsifikoni dhe historinë e persekutimit. Abuzoni dhe falsifikoni. Pra edhe ti je një falsifikator, ashtu si kryetari jot, Agron Shejaj. Kemi Adret Tiklapën, që ka dalë me të madhe, tash i thot, të erdhi fundi i dorëheqjen, patjetër Rama duhet të reflektojë mirë për këtë situatë. Por nuk jeti jo Adret Tiklapa, si të nete 3 muaj aty në para kryeministrisë edhe me në formë dëzhurni me 2 vete, me 3 vete, dhe s'to afru njëri. Pra mos merr kredin e zëmratës popullore, atyre 3-4.000 vetëve, 5.000 vetëve, apo 10.000 vetëve sa janë, mos e merr ti këtë kredi, sepse një të mirë thash ka kjo protestë, që godet gjithë klasën politike, pra ju nuk jeni të ri, dhe mënyra se si ti e bëre garën për të hyrë në parlament me Shabonin, e pas se që diskreditimi more, e pas se që ju futët familjen, hallat e tezet, e dajat, e rushin, e prushin, e kujdjon. Pra mos na u hiqni ju, sikur jeni ju angjëllorët që do vini dhe të rregulloni këtë vend. As një ndryshim nuk keni ju nga këto po të merrni pushtet. Absolutisht, zero ndryshim. Zero ndryshim po të merrni pushtet. Tash, kjo protest ka marrë dhënë, siç thash, po ka marrë një hapje ndërkombëtare, çdo ditë mediat ndërkombëtare shkruan. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Vila Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike, apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Vila Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Vila Ebel është një dhe mbetet e vetme. E kam përsërit, ka marrë më rëndësi se kanali Hormuzit, ku tronditi gjithë ekonominë botërore. Problemi është si do të dali Edi Rama nga kjo protest.
mendoj se Edi Rama duhet të reflektoj mbas kësaj proteste ose gjatë kësaj proteste. Si duhet reflektoj? A duhet takohet me një grup të kësaj proteste për të ullë në bisedime? Ato nuk pranojnë. Dhe tjetra është që aty nuk ka një grup, aty nuk ka një kokë, aty nuk ka një filozofi, aty nuk ka një doktrinë, aty nuk ka një program të qartë. Sigurisht demonstrata ka qenë paqësore, thash, ka një vlerë sepse delegitimoi të gjithë klasën politike, ka një vlerë që, jo vlerë, për vlerë e madhe që nuk ka pas dhunë, nuk ka pas thyrje, si që bënte Partia Demokratike me Molotov, me Kutadiun, ka qenë shumë qytetare në këtë drejtim, po në anën tjetër nuk thot gjë. Nuk thot gjë, dakord, thot, po klasa politike gjithë bijem dakord, por çfarë do të bëj kjo? Ku i ka njerëzit që të ndigjojmë, pak të ndihmë se çfarë do bëjnë? Dhe gjua që përdoret, gjua përjashtuese, gjua e urrëties, ka gjuhë urrëtie në atë protest. Pastaj fjalori që përdoret vlen shumë për dëshiru. Artikulimi është mjaft i dobët, ka gjuhë urrëtie, ka gjuhë banale, domethënë dhe po të mendosh, ne këte kemi model në parlament çdo ditë. Ne kemi në parlament çdo ditë. Unë mendoj që Edi Rama nuk ka pse anatemon ndonjë figurë PS-s siç është Arta Dade, por unë mendoj që Rama me figurat e vjetra, figurat që ngritën atë Parti Socialiste, që i dhan vlera asaj Partie Socialiste, që bën gjithat punë për të hyrë në NATO, se Partia Socialiste e filloi mas 97-s gjithë rrugtimin për NATO, pavarësisht se era pastaj Partisë Demokratike, bërja e NATO, se 3 ditë përpara kishte ndodhur Gërdeci, po ishte një strategji gjeopolitike dhe interes gjeopolitik që u pranu Shqipëria NATO, që po i shohim sot pasojat me Ukrainën e me Greqin. Mendoj që duhet t'i kthehet këtyre figurave dhe të krijojë një këshill të njerëzve me mendim dhe jo të spiropaleve, e malsoreve, e kutadion. Rama duhet të reflektoj dhe duhet të krijoj një kryesi vlerash dhe njerëzve që kanë kontribute dhe kanë një emër. Sot është e rëndë ta themi, por nuk njihet asnjë nga ministrat e qeverisë. Nuk njihet asnjë nga zënës ministrat. Le ti jesh njeriu më i fuqishëm botë, nuk mundet ta mbash vetëm një qeveri. Dhe bizneset private shpërndajnë, kanë menaxher, kanë CEO, kanë gjitha. Unë e kuptoj që Shqipëria është një terren i vështirë, unë e kuptoj që nuk mund bëhet gjithçka, por mund bëhet diçka, sepse në këtë situatë që jemi, nuk është fare situatë e mirë. Mund të eskalojë, mund të krijohen, ne kemi një eksperiencë shkëlqyeshme me përmbys dhe me kriju katraura, por kur shtetë drejtës dhe demokraci liberale, po kur një prosperitet dhe një free entrepreneur, që të jemi të barabartë në treg, sigurisht ai që është më i Zotit do të heci më përpara, po jo me privilegjet e krijuara për lidhjeve politike. Me që erdha këtu desha të flas pak dhe për median. Sigurisht Rama ka 1000 arsye për t'i bërë vretje, kritika, proteste, gjitha. Por, këte nuk mund t'a bëjnë gazetarët cilët kanë përdorë për 35 vjet influencën politike, trafikun politik, për të pasuruar nëpërmjet politikës, nëpërmjet lidhjeve të politikës me biznesin. Këte nuk mund t'a bëjë Klani me Sander Frangajn. Këte nuk mund t'a bëjnë Armand Shullaku, i cili ka vilën në Palas e vilën në Tiranë e bizneset, vetëm na i sqaroj si i kanë bo.
Si na dolën këto kaq njerëz zot. Nuk mund ta bëjnë tjerë. Nuk mund ta bëj, Boza Ambrozia dhe Syri Net, që bën moral për korrupsion. Vetëm një transparencë t'i bëhet Syrit Net. Nga i merr paret. Nga i merr gjithë ato burime financiare. Sigurisht është Zeni. Zeni është ke shtëpia Shtufit. Ta lidhet me Shtufin, bizneset me Shtufin. Pra, po ta shohim me kujdes, ne jemi në një rreth vicioz, dhe në këtë rreth vicioz duhet shumë kujdes për ta thakët kënet dhe për të kriju shtetin e së drejtës. A do ta bëjnë Edi Rama këtë duke reflektu, duke kriju, siç thash, një kryesi dhe një bërtham të Partisë Socialiste, me njerëz me vlera, me njerëz që prezantojnë në mënyrë dinjitoze vendin jashtë, kjo ngelet për të parë dhe ngelet në dorë të Edi Ramës. Kaq kisha për sot.